Çështjet e pazgjidhura dypalqe mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe atyre jo anëtare duhet të zgjidhen në mënyrë konsensuale. Ato nuk duhet që të përdoren si levë për të bllokuar anëtarësimin e shteteve kandidate, thuhet në raportin mbi strategjinë e zgjerimit të diskutuar në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian. Gjatë prezantimit të dokumentit përpara eurodeputetëve, raportuesi Petra Saakashvili deklaroi se Bashkimi Evropian duhet të ketë një strategji për zgjerimin, në mënyrë që ky proces të mos mbahet peng nga asnjë shtet anëtar. And a strategy should not, being or taken as a political hostage by. Unë shoh europianizimin si një platformë të pashmangshme në të cilën vendet europiane mund të kontribuojnë, të përfitojnë dhe të jetojnë së bashku në planin afatgjat. Zgjerimi është veçanërisht i rëndësishëm në kontekstin e agresionit rus kundër Ukrainës dhe përpjekjeve të Rusisë për të krijuar përçarje në Europë dhe për të ushtruar ndikim mbi disa vende europiane, duke i bërë ato më të dobta dhe të varura nga perandoria ruse. BE-ja duhet të ruajë funksionalitetin e procesit të pranimit dhe për këtë arsye duhet të shkojë drejt vendimarrjes me shumicë të kualifikuar dhe ta bëjë këtë në kohë dhe në mënyrë transparente. Nga ana tjetër, sipas eurodeputetëve, shtetet e përfshira në procesin e zgjerimit kanë nevojë për integrim gradual dhe mbështetje financiare strukturore.